shumë e fatë që të ka ty nën. Këto se dyshoj. Plus që i ke dhonë gjitha të bukuri, ja ku e kam Roderikën. Ua? Se për qafin njerë bleronën. Që shia jemi? Se mërë mirë se erdhe. A e prete? Jo! Ti mu e mua ke? Thanks. Ullu zemë, ulluni. Desha shumë që të vi Roderika në fund, në fakt ishte edhe propozim, bashkareshte e bëm. Ishti me duru këtë buqet me lulja, edhe me të regu sa krenare është me ty. Roderika, mami vazhdimisht po fliste për ty, që shtin një moshë shumë të re, ke marë barën me u kujdes për të. Qa keme i thonë tja saj sot? Nuk ka person mas shumë të imbotë që du ma shumë se mamin, më falë babë. Definitivisht është, jëmë shumë krenare për mamin, se jo veç është e fort në punë, po natyrisht është e fort edhe në jetën personale, në shëndet, nuk një asë njeri që kish mujtë me përbalu sfidën që në ka përbalu kjo, edhe në mënyrën që ka përbalu dhe jëmë shumë krenare për suksesin e saj. Pra, duke që është e fort si ti, njejtë. Për pos bukuri si ka marrë dhe tipare tjera tuat, Margarita. A ka ndoj moment, Roderika, që gjatë gjithë viteve të vështira që i keni kalu, të kujtuhet edhe sot dhe në base ka qenë momenti më i vështirë gjatë rrugtimit të shërimit, procesit shërimit mamit? Mendoj që fillimisht, kur e kena marrë lajmin si familje, ka qenë momenti më i vështirë.